Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Uroj që sot keni nisur një ditë të bukur, uroj që sot keni nisur një ditë me energji pozitive, me shumë dashuri. Duke pritur analiza të ndryshme që kanë të bëjnë me Big Brother, me ngjarje të tjera që ndodhin në jetën e artistëve shqiptar. Do të flasim, do të nisim këtë ditë sot duke komentuar Big Brother VIP Kosova. Çfarë sonte do të ndodh në Big Brother VIP Kosova? Ju e dini shumë bukur që ka patur shumë ngjarje, ka patur shumë dinamika ditëve të fundit, do me thënë rrëfime të shumë historive. Për shembull, ka patur një rrëfim që Alba ka thënë që Limi nuk e mban dot fëmijën e vet jashtë e jo më të mban një femër këtu brenda. Besoj që ajo është ndikuar nga situata që ndodhin, nga momentet që ndodhin në fakt në jetën e saj edhe të Limit, momente që Albën e thyen shpirtërisht, e kanë lënduar. Do të kemi në pikë të parë diskutimin e madh që u bë mes Hygertës, Benitës, Klodianit, Elionës, ku fatkeqësisht Hygerta përzgjodhi që të luan rolin e skuthes brenda shtëpisë. Ju e dini shumë mirë që Benita arriti në një gjendje të saj jashtëzakonisht të rëndë, do me thënë në një gjendje emocionale të tmerrshme, ku Benita u alkolizua shumë edhe Limi mundoheshte në thonjza që atë ngjarjen e madhe, atë lojën e madhe ta shndron në një eksperiencë të bukur të tij me vajzat. Do të thënë Limi dëshironte që vetëm të kalon disa momente me vajzat duke u argëtuar si me Benitën, ashtu edhe me Dolçen, edhe pse në fakt kohën e fundit e kemi parë shumë afër Benitës. Sonte do sqarohet kjo pjesa, edhe pse është një pjesë që ka ngritur shumë pikpyetje tek audienca, ka ngritur shumë pikpyetje te publiku. Pse u vu para një kryqëzimi të madh Eliona thjesht e ndihmoi Benitën pafund dhe unë nuk e kuptoj pse Benita është kaq e cekët në kokën e saj për të arritur të kupton kur një njeri e ndihmon, për të arritur të kupton kur një njeri qëndron pranë. Domethënë Eliona e ndihmoi që ta heqën nga ai kolapsi i madh i të gjithë situatës që në fakt Benita ishte futur se do të bëheshte turpi i Zotit jashtë. Dhe Eliona këtë gjë bëri. Nuk është se bëri diçka tjetër për ta lënduar atë. Domethënë sonte do të flitet kjo gjëja, edhe pse Benita ka një lloj urrejtje kundër drejt Elionës. Domethënë Benita është shumë vajzë e mirë, por çfarë ka të keqe në anën e saj sipas analizës time, është një vajzë që dëshiron që ta ketë vëmendjen vetëm ajo, nuk toleron edhe nuk pranon që një femër tjetër të duartrokitet apo të mirëpritet me dashuri brenda asaj shtëpie dhe nxjerrën këtë anën e saj që është një anë shumë negative. Më pas do të flitet trioja shumë interesante e kësaj shtëpie, do me thënë Alba, Dolce, Limi. Në lavanderi, Dolce ka treguar të vërtetën e saj. Unë e kam thënë që të besojmë në dashuri, në Big Brother, për mendimin tim, ka qenë vetëm një çift. Ka qenë Luizi dhe Kiara, po si erdhi kjo dashuri? Do thënë kjo dashuri nisi nga një fillim, pati një mes edhe pati një fund edhe Luizi dhe Kiara finalizuan atë gjën e bukur të tyre, atë dashurinë e vërtetë të tyre. Do me thënë, erdhën edhe me fëmijë, do me thënë, e vazhduan këtë rrugtimin. Ndërsa Dolce, në natën e mbrëmshme, apo një natë më përpara, nëse nuk gabohem, në lavanderi ka fol për marrëdhënien e saj me Limin dhe i ka thënë Londrimi që unë nuk e dua Limin, nuk e kam të dashur Limin, nuk e kam partner Limin, thjesht po argëtohemi brenda kësaj shtëpie. Do me thënë e shoh Dolçen si një personazh që vetëm e vetëm dëshiron të merr vëmendjen apo vetëm e vetëm dëshiron që t'i futet Albës në pazare. Do me thënë i nate me Albën. Sonte këto gjëra të gjitha do sqarohen, do të shohim nëse do të ketë një lëvizje tani prej Limit, a do t'i kthehet kundër Dolçes dhe a do t'i ndihmon kjo gjë nëse produksioni do ta nxjerr, edhe pse nuk e besoj në fakt se do ta nxjerr, sepse produksioni e ka në Leverdi afërsinë e Limit edhe Dolçes nga që shitet produkti jashtë dhe nuk ma merr mendja që nxjerr gjëra të këtilla, por edhe nëse do ta nxjerrte do të ishte shumë interesant sepse do të kishim shikuar një bindje që do të ndodhte brenda marrëdhënies së Dolçes edhe të Limit.
Dhe në anën tjetër, do me thënë, e kemi edhe situatën e Albës e cila e shoh momente është tepër e tensionuar, normalisht për ngjarje që ndodhin. Kanë dalë disa video në rrjetet sociale ku Alba është duke u larguar nga shtëpia, në fakt nuk e besoj një gjë të tillë. Unë gjithmonë jam i mendimit që banorët në momentin që largohen nga shtëpia qëndrojnë për një periudhë të caktuar në dhomën e rrëfimit, aty ku edhe marrin trajtimet, nëse duhet merren trajtime mjekësore, nëse duhet merren trajtime psikologjike, etj, domethënë ku takohen me psikologët e tyre, por nuk ma merr mendja që largohen nga shtëpia për të ikur të flejnë në shtëpi, ashtu siç në fakt u përfol për Albën lart edhe poshtë. Sonte kërkojmë të gjithë ne nga produksioni që të sqarohet kjo gjëja, sepse është jo normale tani një banore të del, të shikon se çfarë ndodh jashtë, si është jeta jashtë, çfarë bëhet jashtë dhe më pas të rikthehet përsëri brenda në shtëpi, të vazhdon lojën, do thënë duke patur edhe informacione, këtë gjë nuk e dua dhe nuk e pëlqej fare dhe do me thënë të shohim se çfarë do të ndodh sonte. Është një natë me shumë dinamika, është një natë me shumë pikpyetje, banorët janë pothuajse të gjithë të tensionuar, të gjithë kanë hyrë tashmë në lojë, le të themi edhe kanë tepruar lojën, por pika kryesore, ato dy pikat kryesore të Prime-it që do ta ndezin Prime-in do t'jenë te Benita edhe tek Alba, do me thënë Benita me Elionën edhe Alba me Dolçen me Limin. Do thënë është ky trekëndshi që në fakt do të krijohet dhe më pas do të kemi dhe sqarime të situatës së Klodianit që u përfol në fakt që është rrahur brenda shtëpisë me Limin. Tani rrahja është shumë fjalë e madhe, në qoftë se Klodi do t'ishte rrahur, Limi do të kishte shenja në trup, në fytyrë, në këmbë, në dorë, nuk e di se ku, do me thënë do të ishte tepër pjesë e kësaj ngjarjes, nuk ma merr mendja që do t'i kishin toleruar gjërat në atë mënyrë dhe do të sqarohet situata pse u mbyllën kamerat gjatë darkës, gjatë festës. Do me thënë kemi shumë dinamika interesante, kemi shumë lojë, kemi shumë energji brenda kësaj loje, le të presim të shohim se çfarë po ndodh.